Data 7 prill 1939 shënon pushtimin italian të Shqipërisë gjatë regjimit fashist të Benito Mussolinit. Përpara se trupat italiane të hynin në vend, mbreti Zog ju desh të largohej nga vendi për të shpëtuar jetën dhe për të ruajtur institucionin mbretëror. Gjatë aratisjes së tij, ai ka qëndruar për një periudhë të shkurtër në shtëpinë e Pëllumkullës, në fshatin Zëmlak të Korçës, pikërisht në godinën që ndodhet pas nesh, një vend strategjik që i mundsoi atij të organizonte largimin jashtë vendit. Ky moment shënoi një nga episodet më dramatike të historisë së mbretërisë shqiptare dhe përkujton rezistencën dhe përpjekjet për të ruajtur sovranitetin përballë pushtimit. Në orët e para të mëngjesit, forcat ushtarake italiane zbarkuan në disa qytete bregdetare si Durrësi, Vlora, Shëngjini dhe Saranda, duke hasur dhe në rezistencë të armatosur nga forcat shqiptare, veçanërisht në Durrës, ku u shënuan përpjekjet e para kundër pushtuesve. Përballë kësaj situate dhe e përcisë ushtarake italiane, mbretit Zog ju desh të largohej me shpejtësi për të shmangur kapjen dhe për të ruajtur institucionin mbretëror. Para se trupat italiane të hynin në brendësi të vendit, ai u detyrua të ndërmarrë rrugën e aratisjes. Pas pushtimit, Shqipëria u shpall pjesë e mbretërisë italiane dhe Viktor Emanueli III u vendos si mbreti i Shqipërisë, duke shënuar fillimin e një periudhe të vështirë okupimi dhe kontrolli politik e ushtarak. Ky episod përbën një nga momentet më dramatike të historisë shqiptare, duke e lidhur 7 prillin, jo vetëm me fillimin e pushtimit fashist, por dhe me largimin e mbretit Zog dhe përpjekjet për të ruajtur sovranitetin e vendit.